po videt në maksimum. 128 milion lek për 720 metra rrugë. Banorët akuzojnë Bashkinë Dibër, po videt në maksimum. Një qytetar ka denoncuar për që Albania një rast të shpërdorimit të fondeve publike në njësinë administrative Fushë Qidhen Dibër. Sipas tij, një rrugë e sapo asfaltuar nga Bashkia Dibër me një fond prej 128 milion lekësh, pa të vësër, po ndërtohet pa asnjë standard dhe është shumë larg projektit të parashikuar. Në mesazhin e tij, qytetari shprehet i revoltuar për cilësinë e punimeve dhe për mënyrën se si fondet publike po shpërdorohen. Ai shkruan: "Përshëndetje, kjo rruga këtu ndodhet në njësinë administrative Fushë Qidhna, Dibra, e sapo asfaltuar nga Bashkia Dibër, mirë po këtu po videt në maksimum. Unë që po ju shkruaj jam një banor i kësaj zone dhe po shoh që këtu po punohet pa asnjë kualitet, me një fond prej 128 milion lekësh pa të vësër, për vetëm 720 metra rrugë, ku nuk mund të ndërrohen 2 makina. Ajo që është edhe më e rëndësishmja, kjo rrugë është rrugë nacionale që lidh 3 njësi administrative. Në projekt, kjo është me trotuar, ndriçim eti. Por këtu mungon edhe vizimi i saj." Pamjet e dërguara nga qytetari tregojnë qartë gjendjen e rrugës, e cila, pavarësisht se është sapo asfaltuar, ka një gjerësi të papërshtatshme për një rrugë nacionale dhe mungesë të elementeve bazë të sigurisë, si trotuare, ndriçim dhe sinjalistik. Ky rast ngre edhe një herë pikpyetje të mëdha mbi mënyrën se si shpenzohen fondet publike në infrastrukturë dhe mbi mungesën e kontrollit nga Bashkia Dibër. Banorët e zonës kërkojnë që çështja të ndiqet nga autoritetet për të garantuar që rruga të përfundojë sipas